Përshëndetje të dashur miq e miq të emisionit Personazhe në Fokus. Siç dihet, e shtuna daton me 2 datë simbolike, 7 dhe 8 mars. Kjo e shtunë sjell në ekran në emisionin Personazhe në Fokus, një episod të ndërtuar mbi 2 data simbolike, 7 dhe 8 mars. Të ftuarit e radhës janë 2 figura të shquara të arsimit, zoti Kastriot Saljasi, mësues i gjuhës dhe i letërsisë, dhe zonja Saveta Anushi, mësuese e edukimit fizik. Në këtë bisedë, ata ndajnë me ne eksperiencat dhe sfidat që kanë kaluar në shoqërinë tonë dhe përditshmëri. Diskutimi përfshin çështjet të gjuhësisë, mënyrën e të shprehurit sot, si dhe rëndësinë e festave dhe simboleve tek mësuesit, veçanërisht dita e mësuesit dhe 8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas. Ky program sjell në vëmendje njerëzit e zakonshëm, por me histori të jashtëzakonshme, duke ofruar reflektime dhe kritika të drejtpërdrejta mbi realitetin. Personazhet e ftuar ndajnë mesazhe të forta dhe pa censur, duke pasqyruar një realitet që ndonjëherë sfumohet, por nuk humbet kurrë mes njerëzve të thjeshtë. Këto personazhe i hasin çdo ditë mes nesh, por shpesh harrojmë të ndalemi dhe të flasim me ta. Në këtë episod ata vinë në fokus përballë pyetjeve të gazetarit Ndriçim Gjoshi. Personazhe në Fokus transmetohet çdo të shtunë në orën 21.